Primëria juaj si partido ishte, primëria juaj ishte të refuzonit në nëndorin. Ndoshta zoti Burimi nuk i ka ndjekur debatën që ne kemi pas më parë. Marta Kosi i bëri çantazh. Zoti Burimi, unë kuptoj ngarkesën emocionale që keni. Ju lutem ta kuptoni edhe që nuk e keni nga ana jon këtë ngarkesë emocionale, por nga ana jon keni pas gjithmonë një vërtetësi. Në këtë studio dhe në studio tjerë, unë e kam pas qëndrimin të jetë qartë. Duhet pritur vendimi i gjykatës kushtetuese. Ky është mendimi im. Edhe një herë, që ta pranosh në nëntorin. Pranuat në nëntorin, është turp. Është nëse ju pastaj do qëndrojmë në këto nivele debati. Po ju po thoni broshkulla, e pranuat, mos thoni. Ju lutem zoti Burimi, jo. Ai ka mendimin e tij, ju keni mendimin tuaj. Ju lutem. Nëse ju keni një problem me mendimin ton, është një problemi juaj. Unë nuk kritikoj mendimin tuaj, keni drejtën tuaj ta shprehni. Ngarkesën emocionale ju ftoj ta mbani jashtë studios. Nuk ka vlerë për audiencën ngarkesa emocionale. Ju lutem kontrolloni emocionet tuaja sepse ndoshta fjalët janë të shumta që po dalin këtë moment. Edhe një herë. Asnjë akt zyrtar s'ka marrë Partia Demokratike për të shkuar dhe për të regjistruar qoftë partinë e vet, qoftë një koalicion apo qoftë të mbështes një kandidat pavarur zyrtarisht, se gjërat bëhen zyrtare kur firmosen dhe çojnë në zyrat e shtetit. Pastaj, jo, unë jam zyrtar dhe institucional. Në institucion nuk ka shkuar asnjë nga organet e Partisë Demokratike. Nëse zoti Burimi din diçka, na nxjerr një dokument. Gjuhë drujtë me fill. Nuk ka një. Okej, ka mendimet e tij, ju keni mendimet tuaja zoti Burimi, kështu që Jo, dhe do ta mbroj deri në fund të drejtën zotit Burimi për të thënë mendimet e veta. Jo, nuk është mendim. Nuk është mendimi. Absolutisht po, keni absolutisht drejtë. Thjesht edhe njerëz. Të më thuash ulin ngarkesa emocionale se më duket të tepërt. Zoti Elimeti, të lutem shumë, kam shumë respekt për juve, kam shumë respekt për juve. Keni respekt për mua. Jam me 30 vjet eksperiencë. Lloja respektit nivelet kam nevojë për leksione antiqeveritare, sepse në Francë kemi në Gent i bim qeverisë. Dhe një herë, mos u zhytni më tepër se që jeni zhytur. Mos më thoni mua që neve zyrtarisht ende si më regjistruar për të larë dielli me shosh. Sepse do regjistroheshin. Po mos i dal sot ky vendim dhe një që është një deus ex machina. Roland Çafoku që një mirë dramaturgji greke, disha është një deus ex machina që rri sot i vë. Përndryshe do të shkuar si çeshën zgjedhje, si delet e Panurgut. Dhe kjo mua dhe një herë jam i zhgënjur me këtë Parti Demokratike që i la në balë shqiptarët dhe pranoi një puç kushtetues. Sot dhe një herë si ai si kopini pas të vjelave. Qartë. Zoti Krasniqi, duke qenë se socialistët kanë patur flamur krenarie drejtësinë në 12 vite pushtet. Duke se ditën e sotme, pas vendimit të gjykatës kushtetuese, e kanë patur të thjesht për ta dhënë një komandë gjithë strukturave që do vazhdojmë fushatën elektorale, duke mos respektuar atë pezullimin që kërkon gjykata kushtetuese të fushatës së nëntorit. Në fakt, ngjarja më e rëndësishme në lidhje me drejtësinë sot ka qenë mbledhja e gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë. Patjetër, po ai është një moment. Jo, po lidh me këtë se kjo është kryesore për mua, sepse ka të bëjë lidh atë me debatin parlamentar që u bën në parlament. Janë dy akte, një akt politik dhe pastaj një akt i drejtësisë. Do të ndalemi në një moment. Po, kurse në lidhje me vendimin përsëris, vendimi i gjykatës kushtetuese ishte i pritshëm. Gjykata jonë kushtetuese disa raste të tilla ka marrë të njëjtin vendim dhe nuk ka pasur një standard dyshor. Ne kemi pas raste ku një dekret i presidentit në atë kohë për anullim zgjedhjesh nuk u respektua dhe pati përsëri një vendimmarrje gjykata kushtetuese. Dhe nëse referohemi interpretimit të atij dekreti dhe atij momenti dhe nisës parlamentit për shkarkimin e presidentit, aty janë dhënë përgjigje dhe shumë prej këtyre elementeve që diskutojnë sot. Kështu që nuk e shoh përsëris, nuk e shoh si ngjarje të madhe ditë dhe nuk e shoh as si tragjike, e shoh si ditë normale dhe si një procedurë për të kaluar nga procedura të përmbajtja është rrugë jashtëzakonisht e gjatë. Çfarë do thotë? Ne nuk e dim nëse do ketë zgjedhje në Tiranë, ne nuk e dim se cilat do jenë parametra zgjedhore nëse do bëhen një njëjtën datë me të tjerët, nuk e dim se si do sillen aktorët politik pas etapës parë, se mund të ndodhë që një individ i caktuar që është kandidati ose ju duket normale zoti Krasniqi, po aq ullon që gjithmonë presidenti të ketë gabim në këtë lloj mënyre. Ose mendoj që ka gabim, nuk e mendoj që ka gabim. Mendoj që akti i presidentit duhet provuar pozitiv apo negativ nga vendimi i gjykatës kushtetuese dhe me 31 do jepet vendimi. Është dallimi i hershëm për ta bërë vlerësimin. Sipas unë mendoj, ne kemi qenë të studiet dhe kemi përdorur gjitha rastet e tjera. Mendoj që është një çështje që krijon debat, por unë më shumë jam i shqetësuar për praktikën që do krijohet në të ardhmen.
supozoni sikur Këshilli Bashkiak i Kavajës, ose ato 6 bashki që kanë ngelur, të nëshojnë raporti këshilltarëve dhe shumica e këshilltarëve shkarkoi kryetarin e bashkisë. Në çdo rast mund të ndodhë që kryetarët e bashkive të opozitës në Shqipëri me qeveritë majtë të djathtë të shkarkohen. Dhe thelbi i sistemit tonë kushtetues është për ju dhënë mbrojtje juridike dhe mbrojtja më e madhe juridike është mbrojtja nga gjykata kushtetuese. Kjo është dhënë si në rastin e shkarkimit të palishëm, si në rastin e rasteve ekstreme, siç ka qenë rasti i kryetarit të bashkisë Dibrës. Në dhe aty ka pasur vendimarrje gjykata kushtetuese, që mendoj që është procedurë dhe vendimet e gjykatës kushtetuese vetëm na ndihmojnë, nuk na dëmtojnë. Por unë shpresoj shumë që gjykata kushtetuese të ketë një vendim shtërrues, të krijojë një praktik. Gjë që nuk do të jem pesimist, por shpresoj shumë që të jetë, sepse ky është momenti. Zakonisht gjykata kushtetuese në vendet në tranzicion si Shqipëria krijojnë praktika të cilat zgjidhin konflikte midis institucioneve për të ardhmen, dhe nëse ata bëjnë një interpretim zëruar të problematikës krijuar në komunikimin me institucione, me Këshillin e Ministrave, sepse pyetja është pse nuk ka një vendim nga dikush që me çfarë drejtë Këshilli i Ministrave mban 7 muaj aktin e panzjeru, kur vetë lere Bashkinë e Tiranës, por përshkak ke kryetar bashki që kanë dhënë dorë që kanë konkurruar për deputet, është fakt publik. Çfarë detyron Këshilli i Ministrave të kërkojë të lajmëroj vakancën e tyre? Absolutisht sot nuk e detyron as i ligj. Dhe ne duhet kemi një vendimmarrje e cila ne e zgjidh gjitha këto probleme dhe i kthen vendimmarrjen shtetërore në shtrat kushtetues, gjë që aktualisht nuk është. Qartë, do të gjë foku. Po, unë jam absolutisht kundër me atë që thotë zoti Burimi për mënyrën se si Partia Demokratike duhet ta trajtonte këtë betejë pjesëshme. Largimi nga gara, sepse këtë frazë ka ajo, s'ka artikulim tjetër. Është një të gjë si ajo që ndodhi 2019-ën. Dhe në qoftë se të largohej nga gara, këtë do Partia Socialiste. Çfarë do Edi Rama? Që një situatë sa do të jetë ajo, si përballje Qori Manasiliu pastaj. Po si 2019 ne kemi precedent dhe e kemi masakruar me të drejtë, domethënë sulmuar Lulzim Basha me të drejtë, sepse Partia Demokratike kishte disa bashki që nuk ndryshonin ato, ishin Partisë Demokratike, Kamza nuk ka qenë ndonjëherë Parti Socialiste. Tani është Parti Socialiste, u bë kapërcimi, sepse ata e krijuan. Kështu që dalja, ja ta mbaroj se edhe unë doja të ndryja kur folet ti, po jo, po ka një ndryshim, si është jepi komplet faktet. Ka një ndryshim sot në negociata për hyrjen në BE. Ka ndryshim me 2019-ën. Po çfarë lidhje ka kjo? Sigur flet kryet. Po kjo është edhe më PD-s. Në PD-s unë që PD-s sot i thoshte zonjës Martakos, neve nuk hyn në zgjedhje. O detyroni juve zotin Rama të pres vendimin e kushtetuesës, o ne hyn në zgjedhje, ajo do ndryshojë sepse ditë një axhas. Jo, Genci nuk mund të ketë më diskutime hyrë në opozitë në zgjedhje, po jo, çfarë është kjo? Sepse u vra opozita pikërisht aty filloi vrasja. Ore groposja opozitës filloi heqja dorë nga mandatet dhe mos hyrja në zgjedhje më. Sepse Partia Demokratike kishte një pushtet lokal në disa bashki dhe ato i jepnin një lloj pushteti. Partia Demokratike s'ka asnjë bashki më. Dy çfarë bashki janë ato? Jo Kavaja, jo. Ora, më dëgjove, çfarë ndjevë më ndryshimin sot ti ke hyrë në një proces negociatash me Komisionin Evropian, në rregull? Ky proces për zonjën Martakos dhe Ursula von der Leyen ka një interes të jashtëzakonshëm, u bën 2 mandate të zonjë që nuk kanë asnjë zgjerim. Nuk duan as edhe një mjegull. Të dalë të një axhans AFP për Reuters që në Shqipëri opozita refuzon të hyjë në zgjedhje bashkiake për një push kushtetues. Jo, Genci, kjo është komplet shumë. Na sill shumë brava Genci. Martakos, siç në hyri ai Trump, që Netanyahu, kush e mendon se Netanyahu do të zbrapsesh. Ky është krahasimi pa krahasueshëm, Genci. Jo, si funksionojnë ta, i pagoj me taksa. Jo, Genci, je jashtë realitetit, Genci. Je jashtë realitetit, telefonin, më dëgjoj mua ti. Martakos për telefon të thashë zoti Rama. Jo, unë po dëgjojmë shumë se ç'duhet në fakt. Prit dhe një muaj, të lutem shumë, mos më fut në probleme as me AFD-n, as me Le Penin, Frans Betami. Të lutem zoti Rama, mos më krijoj probleme politike. Kjo të ndodhet. Unë këtë i kritikoj sot PD-s që u dorëzua shumë shpejt përballë një puçi kushtetues. Dhe mos më krahaso kur mua ti me 2019-ën. Sot ka ndryshuar epoka. Sot janë negociatat me ka ndryshuar edhe për mirë edhe për keq mbase zoti Burimi, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës thuaj se janë tërhequr nga komentet e tyre për problemet të brendshme si puna e zgjedhjeve që po përmendim dhe po flasim ditën e sotme.